Asgjë, vazhdoi, ishte një seancë në vazhdim të çështjes për shkarkimin e ish drejtorit të Ujësjellsit. Ishte një seancë e shpejtë në të cilën u pranu kërkesa për të thirrë dhe për dëgjuar dëshmitarët. Sa dëshmitar janë? Ishte edhe jona. Sa dëshmitar janë kërkuar nga negociata? Nuk e di, 4-5 dëshmitar masosha Do jetë edhe vetë Mark Molla pjesë? Po, besoj se po. Kështu që për detajet tjera nuk janë të rëndësishme. Është tani nuk e di a lejohet t'i them unë t'i bëj publike emrat, është besoj kompetence gjykatës t'i bëj apo jo publike. E rëndësishme është që ishte një seancë rutinë normale për ku u miratu kërkesa për të thirrë dhe për dëgjuar dëshmitarët e tjerë. Për një çështje që nuk është çështje në fakt, por që siç e kam thënë vazhdimisht që në fillim të saj ka qenë një çështje e stisur politikisht në mënyrë që të dëmtohej jo vetëm Bashkësia, por edhe Partia Demokratike në fillim të fushatës elektorale të zgjedhjeve të 11 maj. Ka patur efekt kjo zoti Spahia? Unë kam përshtypjen që më mirë se askush tjetër, qytetarët shkodran kanë qenë koshient dhe kanë dhënë përgjigjen e tyre nëpërmjet votës. Kanë qenë koshient për faktin që ka qenë një sulm politik ndaj një personi që ka mbrojt gjithmonë interesin publik dhe qytetar. Kështu që përgjigjen e kanë marrë me votë. Shiko, unë kam vetëm falënderim për gjithë qytetarët Shkodran, të cilët jo vetëm kanë votuar mua, por dhe kanë zgjedhur të votojnë Partinë Demokratike si e vetmi alternativë në një situatë ekstremisht të vështirë, në një batërdi elektorale, e cila ka nevojë për një shqyrtim të thellë, ka nevojë për një reflektim të thellë. Unë mendoj se qytetarëve shqiptar duhet t'i rikthehet e drejta e votës, e cila është eliminu, është asgjësu nga një mazhorancë krejtësisht e papërgjeshme, e cila prej 12 vitesh tashmë nuk lejon që qytetarët shqiptar të shprehen nëpërmjet votës së lirë.